Drejtoria e përgjithshme e çerdheve dhe kopshteve të Bashkisë të Iran ndryshoi menun ditore të ushqimit për fëmijët, pasi me 20 korrik 2026 qumshti nuk u shpërnda në çerdhet dhe kopshtet publike të kryeqytetit. Sipas burimeve konfidenciale të Media 60, institucionet u detyruan të zëvendësonin vaktet e planifikuara që përmbanin qumësht. Të njëjtat burime konfirmuan mungesën e produktit, por në atë moment nuk kishin në dieni të arsyeve që kishin sjellë mos shpërndarjen e tij. Tenderi për furnizimin me ushqime të çerdheve dhe kopshteve është ndarë në 4 lote sipas grupeve të produkteve. Në rastin e bulmetit, loti 2 lidhet me blerjen e bulmetit, qumshtit, kostit, djathit dhe gjizës. Marrëveshja 4 është fituar nga kompania Delta Doni, SHPK, në pronësitë e Edmond dhe Ferdi Gjata, me vlerë 96 milion lek ose rreth 1 milion euro në shkurt të 2026. Për të kuptuar arsyet e mungesës së qumshtit dhe ndryshimit të menus, Media 60 kontaktoi në linjë telefonike njërin nga ortakët e kompanisë Delta Doni, Edmond Gjata. Ai deklaroi se kompania kishte pasur probleme me makinerinë e qumshtit dhe se ky ishte shkaku që çerdhet dhe kopshtet nuk e morën furnizimin ditën e hënë në 20 korrik 2026. I pyetur nëse qumshti kishte pasur probleme me analizat, Gjata e mohoi në mënyrë kategorike dhe deklaroi se situata lidhej vetëm me problemin e makinerisë. Pas këtij të fundit, furnizimi do të rifillonte normalisht me 22 korrik 2026. Ndërkohë, në përgjigjen zyrtare për Media 60, Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve dha një shpjegim tjetër për mosshpërndarjen e qumshtit. Sipas drejtorisë, më 17 korrik 2026, ditën e premte, kompania kishte dorëzuar sasinë e porositur të produkteve të bulmetit së bashku me analizën e lotit të qumshtit të lëshuar nga një laborator i akredituar. Analiza e paraqitur nga kompania rezultonte në përputhje me specifikimet teknike. Megjithatë, gjatë kontrollit organoleptik të kryer nga Komisioni i Verifikimit, Kontrollit dhe Marrjes në dorëzim të madrave ushqimore, në një nga mostrat e përzgjedhura rastësisht u konstatua një aromë e pakëndshme. Ky kontroll përfshin verifikimin e ambalazhit, pamjes fizike, shijes dhe aromës së produktit. Për shkak se qumshti Tetra Pak nuk mund të hapej i gjithë për të kontrolluar dhe në zbatim të kushteve kontraktuale, komisioni vendosi ta refuzonte marrjen në dorëzim të gjithë sasisë së qumshtit të asaj dite dhe të mos e shpërndante produktin për konsum në çerdhe dhe kopshte. Drejtoria bëri të ditur se nga sasia e dorëzuar u përzgjedhën mostra të reja, të cilat u dërguan për analizë në një laborator tjetër të akredituar, të ndryshëm nga laboratori që kishte kryer analizën e paraqitur nga Delta Doni SHPK. Institucioni sqaroi se është në pritje të rezultateve, pasi procesi i analizimit kërkon disa ditë. Deri në marrjen e rezultateve, drejtoria ka vendosur që vetëm vaktet që përmbanin qumësht të zëvendësohen për disa ditë me vakte të tjera, të cilat janë gjithashtu pjesë e menusë së miratuar për fëmijët. Në këtë fazë, drejtoria nuk ka deklaruar se qumshti ka rezultuar jashtë parametrave laboratori. Analiza e paraqitur nga kompania rezultonte e rregullt, ndërsa analizat e dyta të kërkuara nga institucioni nuk kishin përfunduar. Masa për mos shpërndarjen e produktit është marrë pas konstatimit të aromës së pakëndshme në një mostrë dhe në pritje të verifikimit të analizave. Por dy versionet ndryshojnë për shkakun e mungesës së furnizimit. Përfaqësuesi i kompanisë e lidhej atë me një problem të makinerisë, ndërsa sipas drejtorisë, sasia e qumshtit ishte dorëzuar, por ishte refuzuar pas kontrollit organoleptik. Rezultatet e analizave të dyta pritet të përcaktojnë nëse produkti përmbushte ose jo parametrat e sigurisë dhe të cilësisë ushqimore. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.